Maj 2012, pak kujt prej nesh mund t'i ketë rënë mendja se televizioni i Bulqizës mbush plot 14 vite nga nisja e transmetimeve në përmbushje të misionit të tij për informimin e publikut e duke qarë me sukses në tregun e vështirë mediatik, duke mbetur kështu një zë i fuqishëm i banorëve të këtij qyteti. Dhe i gjithë kjo fal pasionit, përkushtimit dhe mendjes së vizionare të pronarit të këtij televizioni Edmondi Saku, që në një qytet të vogël si Bulqiza ideoi, realizoi të parën media televizive lokale, e cila në këtë maj të pranverës 2012 mbushë gjithë krenari 14 vjeç. Pikërisht, si në çdo përvjetor, edhe në këtë të 14-in e radhës, stafi i këtij televizioni ndërmerr një gujtë turistike traditore në 3 shtete fqin ballkanik: Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci, të sponsorizuar nga çifti i pronarëve të këtij televizioni Edmond dhe Mentie Isaku. Nisja nga Bulqiza bëhet disi në heshtje, ndofta edhe nga kohë e vrentur dhe me mjegull, por ekipi kompletohet dhe gjallërohet me daljen në autostradën Fushkruj-Shkodër, ku tek Hotel Arbëria i bashkohet grupit ton edhe pronari i televizionit Edmondi me bashkëshortën Mintien dhe kryetari i Bashkisë Bulqizë Rolandi me bashkëshortën Rudinën. Pasi akomodohemi në autobusin e shoqërisë turistike Alp Turist, themeluar në 12/6/1992, e cila ka fituar çmimin Gold Gjenevë 2009, udhërëfyesi i kësaj shoqërie Agimi prezantohet dhe na uron mirëseardhjen, si dhe na njeh me drejtuesin e autobusit Blendi Lala, lindur dhe rritur në qytetin ton të Bulqizës, komshi me çiftin pjesëmarrës në këtë udhtim Nafie dhe Qemaliella, si dhe me lidhje fare fisnore e miqësore me shumë prej pjesëmarrësve të këtij turneu turistik. Në Lezhë i bashkangjitet grupit të pjesëmarrësve edhe një koleg tjetër i Mondit, përveç 2 kolegëve të tjerë, Luti të TV Kuksit dhe Luftimi të TV Matit, Alfredi të TV Lezhës, së bashku me bashkëshorten Olta dhe vajzën e vogël shumë të ëmbël dhe simpatike, Perlën, që padyshim ishte dhe mbeti ëmbëlsira e këtij turneu. Po i afrohemi Shkodrës, ku në hyrje të saj na pret kalaja e Shkodrës. Thënë ndryshe, kalaja e Murimit, e njohur me emrin Rozafa, si qendër e fortifikuar ilire, përmendej që nga koha e sundimit të Gentit, në vitet 181-168 përpara erës sonë, nga historiani Tit Livi, ndërsa në mesjet ajo del me emrin Rozafa. E ndodhur në hyrje të qytetit, në një kodër rreth 100 metra të lartë, e veshur me shkëmbin, mes lumenjve drinë dhe buna, ajo kontrollon fusha bregdetare përreth, hyrje në liçenin e Shkodrës, si dhe kalimin në thellësitë të vendit, duke i dhënë kështu qytetit madhështinë e merituar. Shkurt pa u zgjatur më tej, do të thonim se Shkodra gjatë 100 vjeçarëve ka qenë një metropoli i qytetërimit shqiptar e madje edhe ballkanik. Në të dalë të këtij qyteti, marrim rrugën për në Malsinë e Madhe, drejt doganës së Hanit të Hotit. Gjatë gjithë kësaj rrugë që vijon në lindje të liçenit të Shkodrës, syri të ndesh në një mori shtëpish të reja tip villash, ku udhërëfyesi Joni Gimi, si me shaka thot se ndërtimi i tyre u mundësua nga shkelja e embargos së naftës ndaj Serbisë gjatë luftës së Kosovës më 1999. Na gëzoi fakti se në rrugën drejt kësaj dogane po vijonin punimet për zgjerimin e saj, për ta sjellë atë në parametrat e duhur. Kalimi në dogan, si në atë tonën ashtu edhe në atë malazeze, për të mos patur vonesa të shumta, u krye kundrejt një pagese në dorë, gjë e cila për Gimin, udhërëfyesin ton, ishte një ritual i zakonshëm,
i cili do të vjonte në të gjithë pikkalimet e tjera kufitare. Pasi ecim në një fushë me vreshta rushi. Qyteti i parë që ndeshim në tokën malazeze është Tuzi, i banuar kryesisht nga shqiptarë. Tuzi është një qytetëse qendër komunale në kuadër të qytetit Podgoricë dhe shtrihet në juglindjet e tij. Sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2003, në këtë vend banim kanë jetuar 3799 banorë. Struktura nacionale e popullsisë së Tuzit është 2251 shqiptar, 584 bosnjak, 466 musliman, 293 malazez, 62 rom, 22 serb, si dhe një numër i vogël kroat, maqedonas e të tjerë. Bie dhe sy pastërtia dhe hapësirat e gjelbërta të këtij qyteti, kur syri nuk ndesh qoftë edhe në një copë të vogël letre, gjë kjo që do të na shoqërojë gjatë gjithë guidës tonë turistike. Podgorica, kryeqendra e malit të Zi, vendosur në një fushë ku mes për mes përshkrohet nga lumi Prevanik, ka një pozitë të favorshme gjeografike me klimë të favorshme. Qyteti është në afërsi të qendrave të skive dimrore në vend pushime turistike në veri dhe ata bregdetare në detin Adriatik. Sipas regjistrimit të popullsisë së vitit 2011, popullsia e këtij qyteti shkon në 150.977 banorë. Komuna e Podgoricës përmban 10.4% të territorit të malit të Zi dhe 29.9% të popullsisë së saj. Ajo është qendra administrative e malit të Zi dhe fokusi i tij ekonomik, kulturor dhe arsimor. Emri Podgorica do të thotë Nën Gorica në gjuhën malazeze. Gorica do të thotë kodër e vogël ose kodrin. Është emri i kodrës së mbuluar me selvi që mbikëqyr qendrën e këtij qyteti. Nga viti 1946 deri në vitin 1992, qyteti u quajt Titograd në nder të Josip Broz Tito, ish kryetari i Jugosllavisë. Në këtë qytet nuk na ra në sy ndonjë shpërthim ndërtimesh të reja, por i pasur me gjelbëri, paqe dhe pastërti kudo. Nikëshiqi i vendosur në anën veri-perëndimore të malit të Zi, tregon udhëheqësi Joni Gimi nëpërmjet mikrofonit, është qendër industriale dhe arsimore, i njohur veçanërisht në tregjet ndërkombëtare për prodhimin e birrës, industrisë së drurit, por dhe sportin e boksit. Pasi kemi udhëtuar për orë të tëra nëpër plajën fushore të malit të Zi, në udhëtimin ton drejt Bosnjë-Hercegovinës, na duhet të çajmë nëpër gurykmale të larta dhe rrugë të ngushta malore, me pamje mjaft piktoreske që dredhojnë anë të lumeve të vegjël malor. Terreni i vështirë ku kalonte rruga kishte diktuar ndërtimin e mjaft tuneleve me gjatësi që varionte nga 10 në 100 metra. Malet e larta të veshura me gjelbërim absolut, prej drurëve të halisur gjithë çfarësh, që nga lajthi, frashëri, mulleza, panje e të tjerë, për të vijuar më në lartësi, me dushkun, ahun, pishën, bashkoheshin me vende të caktuara me ura të varura teli, që me madhështinë e tyre, krijonin një ndjesi kureshtje dhe krenarie për atë që mund të realizojë mendja dhe dora e njeriut. Pasi kemi udhëtuar për 10 orë që nga nisja në Bulqiz, ku lodhja ndihet hapur, edhe pse përgjumja mungon, prej kuriozitetit për të eksploruar çdo vend që kalojmë, Gimi na ndalon për të drekuar në Pluzhin, një qendër e vogël malore turistike, nën kujdesin e UNESCO-s, mes kryqëzimesh grykmaleve, buz një liçeni, ku ishte ndërtuar dhe një hidrocentral. Qyteza e vogël ishte e pajisur me restorante dhe hotele për akomodimin e turistëve, si dhe një spital kurativ për mushkërit, gjë që diktohej nga klima shumë e favorshme për këtë qëllim.
Restoranti ku bujtën për drekimin e buzë të liçenit kishte të kombinuar në drejtim dhe gatimin tradicional me atë të kohës, ku ne u ndjem shumë mirë, sidomos me verën, e cila ishte një cilësie shumë të mirë. Pas këtij pushimi të shkurtër, na duhet përsëri të nisim udhëtimin ton, ku së shpejti ka përcjell doganën e Malit të Zi për në Bosnjë. Nisja e udhëtimit në Bosnjë-Hercegovinë pothuajse është i njëjti me atë që përjetuam në daljet e Malit të Zi. Po ajo rrugë e vështirë, duke qarë në varg male pa mbarim, ku Blendi, drejtuesi i automjetit, tregohet të jetë i vëmendshëm dhe i përkushtuar, pasi një gabim sado i vogël do të ishte fatal. Pasi kemi përshkruar 10 kilometra rrugë, duke drejtuar nëpër varg male, ku mjaft segmente rrugore bëhen të kalueshme vetëm nëpërmjet tuneleve, ndeshemi në një tjetër dogan, atë të Republikës Serbska, një krijesë e marrëveshjes së Daytonit, nënshkruar më 21 nëntor 1995, e cila e dha fund konfliktit të përgjakshëm serbo-kroato-bosnjak, konflikt që nisi më 1992 në saj të shfaqjes së nacionalizmit serb të përqafuar nga Slobodan Miloševići, i cili çoi në grindje brenda shtetërore etnike. Pasi dalim nga Republika Serbska dhe vazhdojmë të ecim drejt Sarajevës, na krijohet përshtypja se dalja nga Grukmalet do të jetë e pamundur. Krejt papritur, përpara nesh shfaqet një varrez me përmasa të mëdha, ku pren eshtrat e të rënëve gjatë luftës së Bosnjës, e cila filloi 20 vjet më parë në një të premte të zezë. Kjo ishte shenja e parë që na riktheu në vëmendje luftën e përgjakshme të Bosnjës 1992-1995, nga më të përgjakshmet pas luftës së dytë botërore. Konflikti shkatrimtar midis komuniteteve serbe, kroate dhe muslimane kujtohet në mbar botën për skenat e tmeshme të spastrimit etnik, kampeve të përqendrimit dhe varreve masive. Në fund të luftës më 1995, më shumë se 100.000 persona ishin vrarë dhe pothuajse 1 milion ishin të plagosur ose të zhvendosur. Bosnja dhe Hercegovina u ndan në etni të ndara, Republika Serbska e Serbisë dhe Federata Kombëtare dhe Muslimane. Më në fund, mbas rreth 12 orësh, pasi kemi përshkruar 402 kilometra rrugë në orët e para të mbrëmjes, hymë në Sarajev, kryeqendrën e Bosnjë-Hercegovinës, ku Gimi nisi tregon për numrin e popullsisë 4.621.598 banorë, me etni bosnjake 48%, serbe 37.1%, kroate 14.3%, të tjerë 0.6%. Gjuhët bosnjake, serbe, kroate, feja muslimane 40%, ortodokse 31%, katolik romak 15%, protestant 4%, të tjerë 10%. Nga organizatorët e këtij udhëtimi turistik, çifti të bashkëshortëve Mentie dhe Itmondisaku, ishte planifikuar që gjithçka të shkonte deri në perfeksion. Akomodohemi në hotel Hollywood me 5 yje, një nga më prestigjozët e qytetit, i mbushur plot me turistë të huaj. Pas një pushimi të shkurtër në dhomat e fjetjes, zbresim për të darkuar. Lodhja nga ky udhëtim i gjatë, pothuajse është davaritur nga fytyrat e të gjithëve. Madje edhe Perla e vogël, vetëm 6 vjeçe, nuk e ndjen fare atë, pasi edhe pse po shkon vonë, ajo ende nuk ka fjetur. Jo vetëm prindrit e Perlës, Fredi dhe Olta, por të gjithë, Valbona, Lia, Violeta, Nafia, Myrtezaj, Sadiku, Qemali dhe veçanërisht Olti dhe Aldi e miklojnë dhe luajnë me të. Darka vazhdoi në haren e krijuar nga trokitja e gotave të mbushura me një verë të një cilësie nga më të mirat që në këtë lokal nuk mungonin. Një darkë vërtet e hareshme, familjare dhe me smiq, që rriti ndjeshëm adrenalinën e të gjithëve.
nuk munguan edhe përshëndetjet e rastit. Edmondi uroi pjesëmarrësit dhe shprehu dëshirën dhe angazhimin e tij për të bërë që është e mundur që çdo gjë në këtë udhtim të shkojë sa më mirë. Në 14 vite jetë, televizioni Bulqizës, tha ai, mendoj se ka qarë me sukses në rrugën e vështirë të medias lokale vizive, jo vetëm duke mbijetuar, por edhe duke u rritur si nga ana e bazës materiale, ku nuk mungon pothuajse asgjë dhe se të gjitha janë bashkohore, ashtu edhe nga jo profesionale stafit të këtij televizioni. Edmondi dhe bashkëshortja Mentia, si organizatorët të këtij udhtimi turistik, duke e falenderuar stafin e televizionit të Bulqizës për punën e tyre në këto 14 vite, garantojnë se në të ardhmen të tjera investime do të bëhen për të përballur me sfidat e kohës për të tjera arritje. Ndërsa i ftuari i nderit të këtij udhtimi, kryetari i Bashkisë Bulqizë, zoti Roland Keta, i cili padyshim me pjesëmarrjen e tij ja ngriti vlerat këtij udhtimi, pasi i falenderoi pronarin e këtij televizioni, Edmondi Saku, për punën plot pasion dhe përkushtim në informimin e komunitetit të zonës së Bulqizës, duke garantuar se edhe në të ardhmen qeverisja lokale do të ketë televizioni një partner të fuqishëm në zhvillimin dhe prosperitetin e qytetit. Përshëndeten në këtë mbrëmje dhe kolegët e Mondit, Luftimi të Vëmatit, Lutfiu i të Vëkuksit dhe Alfredi të Vëlezhës, të cilët shprehin konsideratat dhe vlerësimet më të larta për Mondin. Po kështu, një përshëndetje të veçantë bëri dhe një tjetër i ftuar kolegi i Mondit në biznes, Rahman Jangulli, pjesëmarrës në këtë turne turistik së bashku me vajzën e tij. Rreth mesnatës, kur u drejtoheshin për në dhomat e Fjetjes, më të rinj të single, Alti dhe Olti, shprehin dëshirën për të dalë në qytet, gjë të cilën duket se dëshiron dhe një pjesë e mirë e burrave pjesëmarrës, por një vështrim domethënës i bashkëshortëve të tyre i detyron ata që zemërthyër t'i drejtojnë ashensorit për të ngjitur në dhomat e Fjetjes. E nesërmja 25 maj 2012. Sarajeva, kryeqendra e Bosnjë-Hercegovinës, shpaloset në syrin ton tejet madhështore. Qyteti me një shtrirje mjaft të madhe, i vendosur në një rafshnal të rrethuar me male, ngjansonte me një unas të stërmadhe, me 2 grup hapje në drejtimin lindje-perëndim, ku dhe kalon lumi Zheleznica mes për mes qytetit, duke i dhënë atij një pamje mjaft të bukur dhe e tërheqëse. Sipas itinerarit, mikrobusi nis të lëvizte drejt të quajturit gjatë periudhës së luftës tuneli i Shpresës, që ndodhet në një shtëpi shpallur muze, e cila ndodhet në afërsitë e aeroportit të Sarajevës. Menjëherë, sapo dalim në rrugë, ndeshim me shenjat e luftës, edhe pse ajo ka përfunduar përpara 16 viteve. Shenjat e plumbave në fasadat e shtëpive ende janë të gjalla, të pariparuara si dëshmi e kësaj lufte. E dalin nga një lufte e përgjakshme me së paku 100.000 të vrarë dhe 1 milion refugjatë brenda dhe jashtë vendit, Bosnjë-Hercegovina, padyshim që mbetet viktima më e dëmtuar e luftrave të fund shekullit që lan pas. Sarajeva e rrethuar hap pikërisht këtë tunel, si të vetme shpresë të jetës për banorët e tij. Nëpërmjet këtij tuneli, prej rreth 730 metrash, ndihmat ushqimore që shkarkoheshin nga avionët, transportoheshin me vagon nëpërmjet një rruge të hekur dhe magazinoheshin në këtë shtëpi. Sot e kthyer në një shtëpi muze me emrin kuptim plot Tuneli i Shpresës, për t'u shpërndar për banorët që të mbanin frymën gjatë. Në ambientet e këtij muzeu, nëpërmjet regjistrimeve në video, kishe mundësi që të shohësh duke përjetuar me dhimbje të thellë masakrat barbare serbe kundër muslimanëve bosnjak. Lufta e cila është zhvilluar në Bosnjë e Hercegovinë gjatë viteve 1992-1996 kalon pasoja të mëdha edhe sot. Përveç viktimave dhe shkatrimeve, Bosnja ende vazhdon të jetë klasifikuar nga turistët si e frikshme për kalimin e pushimeve verore atje.
Pas kësaj vizite në tunelin e shpresës, marrim udhën për në Lindje, ku dhe ndodhet pjesa e vjetër e qytetit, si dhe janë të përqendruara institucionet qeverisë dhe ato shtetërore, ku shenjat e plumbave në fasadat e ndërtesave vijojnë të jenë prezente. Madje plumbat nuk ishin kursyer as beja as kalan. Madhështinë e Sarajevës vijon të tregojë udhëfyesi Jon Gimi e rrisin dukshëm edhe disa evenimente të rëndësishme, siç është shpërthimi i luftës së parë botërore, zhvillimi i lojrave olimpike apo treni elektrik, ndërtuar për herë të parë që në 1830 nga austriakët. Gjithashtu, në Sarajev ndodhet edhe Parku Nacional Kozara, i cili është i qelluar për ciklizëm, alpinizëm dhe gjueti. Të kaluar nga Kureshtja, teksa vijojmë të udhtojmë në të djathtë të rrjedhës së lumit Zheleznica, që vinte i trumbulluar, pasi duke se në rajon diku larg binte shi, mikrobuzi ngadalëson lëvizjet dhe Gimi nis të flas. Shikoni me vëmendje këtë ndërtesë në të maj. Pikërisht këtu u vra kryeduka Franz Ferdinandi, trashëgimtari i frontit të ish perandorisë austro-hungareze nga nacionalisti Gavril Princip, më 28 qershor 1914, e cila u bë shkak për fillimin e luftës së parë botërore, që çoi në vrasjen e të paktëve 9 milion njerëz. Në fillim rrugën për në pazarin e vjetër, në të djathtë në një ndërtesë një kaçe ndodhi dhe ambasada jone e Shqipërisë, ku shumë prej nesh nuk kursyen të bëjnë foto. Në të dy anët e kësaj rruge, bini në sy ndërtesat e vjetra karakteristike në stilin e ndërtimit të tyre. Ndalojmë hyrje të pazarit, tek sheshi i Pollumbave, një pamje që na mrekullon të gjitha. Këtu nuk kursehen shkrepjet e aparateve fotografike. Mundit që kujdeset e deri në imtësi për mbarvajtjen e këtij udhtimi turistik, i duhet të shkojë në exchange për të thyer eurot në monedhë të Bosnjë-Hercegovinës, pasi bosnjakët ishin shumë fanatik në përdorimin e monedhës së tyre për të blerë qeska me kokra misri për Pollumbat. Pasi ngotëm i duke bërë foto, madje edhe foto të çastit me Pollumbat, ku këtij fundimi nuk i shpëton asnjë prej nesh, vijojmë të vizitojmë pazarin, ku gratë derdhen nëpër dyqane, duke shtuar shqetësimin për zgjatje në kohë, pasi itinerari i lëvizjes ishte mjaft i ngjeshur. Fatmirësisht, në grumbullimin e grupit ndikoi dhe moti i vranët, ku nga minuti në minutë pritej nisja e shiut. Marrim rrugën e udhëtimit drejt perëndimit, ku një tjetër qytet me 124.000 banor, i dyti për nga rëndësia e zhvillimit të turizmit na pret, Mostari turistik, i njohur prej nesh nëpërmjet medias vizive në telenovelën Menekshë dhe Halili. Edhe rruga drejt Mostarit, si dhe ajo që përshkruam drejt e Sarajevës, vijon me plot tunele sipas grykderdhjes së një lumi, ujrat e të cilit shfrytëzoheshin në një mori hidrocentrale të ndërtuar njëri pas tjetrit, duke e bërë Bosnjë-Hercegovinën një shtet me potencial energjetik. Paralel me rrugën automobilistike, kalonte edhe ajo hekurudhore, që shpesh devijonte për shkak të terrenit tepër të thyer dhe malor në tunele të shumt nga 10 metra deri në kilometra të tërë, sa në njërin anë, aq edhe në anën tjetër të lumit, brigjet e të cilit lidheshin me një mori urash. Pas këtij udhtimi panoramik, mbërrim në Mostar.
Mostari me 70% të popullsisë myslimane, pas Sarajevës, ka qenë nga qytetet më të goditura nga serbët gjatë luftës së Bosnës. Sapo u stacionohemi në këtë qytet, e para gjë që na vjen ndërmend është vizita tek ura e famshme e këtij qyteti, ndërtuar nga otomanët më 1526. Rruga për tek ura kalonte përmes një tregu të mbushur me suvenire, bizhuteri, sende të trashëgimisë kulturore e të tjerë. Por vëmendja jonë është përqendruar tek ura. Aq e rëndësishme është kjo urë, sa dhe emri i qytetit Mostar buron prej saj. Etimologjia e emrit të Mostar do të thotë ure e vjetër, most ur, stare i vjetër. Ura e famshme me lartësi nga lumi 28 metra, vepër e shpallur nën kujdesin e UNESCO-s, është një vend pelegrinazh për turistët e shumt. Edhe në këtë ditë të shtunë, ka plot vizitor nga vende të ndryshme, ku shkrepin e vjetra aparate fotografike. Lëvizja në urë është e vështirë, pasi gurët në për të cilët ecim janë të lëmuar, nga ecjet e vizitorëve të shumtë ndër vite mbi të. Mondi improvizon traditën e vjetër të hedhjes së dhëndëruarve të sapormartuar nga kjo urë mbi lum. Halili do hidhet nga ura, përsëritje prej të gjithë pjesëmarrësve të grupit tonë. Një djalë i ri i veshur engas për këtë punë pranon të hidhet nga ura kundrejt një pagese prej 35 eurosh. Më në vështirësi prej nesh që i kishim bërthyer syt në këtë hedhje që do të realizonte djali nga Mostari, ishte operatori ynë, Qerimi, që nuk duhej ta linte pa filmuar këtë sekuencë. Mrekullohemi nga kjo pamje dhe me këtë emocion. Pa ju larguar shumë urës, drekojmë në një nga restorantet më të mirë që ndodhet në afërsitë të saj, ku edhe këtu spikat të vera e një cilësie shumë të mirë. Por për koincidencë, duket se ura do të na mbajë të mbërthyer prej saj edhe gjatë daljes nga Mostari. Kjo pasi në një kish aty afër, 3 çifte po celebroheshin. Pasi lëm Mostarin, nisemi drejt Kroacisë. Pasi kryen procedurat e kalimit të kufirit të Bosnjë-Kroaci, shpejt përballemi me pamjen e Adriatikut. Kroacia me shtrire gjatë gjithë bregdeti dalmat me sipërfaqe prej 56.542 km², prej të cilave 128 km² ujë, ka një vijë bregdetare 5.835 km të gjatë, nga e cila 1.777 km janë bregdeti mbretërisë së vendit dhe 4.058 km bregdeti i ujshujve në Adriatik. Vija e kufirit toksor është 2.197 km e gjatë. Klima e Kroacisë është mesdhetare dhe kontinentale. Përballja me bregdetin dalmat është sa tërheqës me ishuj dhe gjire të shumë, aq dhe vrasht me bjeshk dhe male. Kjo natyrshëm që ngjall tek ne mjaft emocione, duke mos na lënë për asnjë çast që të dremitemi nga rrugtimi i gjatë gjithë ditës. Përkundrazi, humori një nivele të larta, duke pasuar me këngë. Të gjithë këndojnë, madje edhe Sadiku, që ndofta gabimisht është quajtur si më serioz ndër ne.
në ecje drejt Dubrovnikut, përsëri ndeshim në procedurat të kalimit kufitar Kroaci-Bosnjë dhe anasjelltas. Në Dubrovnik hym natën. Pamje fantastike. I zhytur në gjirin e detit me drita shumë ngjyrshe, na dukej si një yllësi jashtë galaktike. Edhe pse natë, qërimi përpiqej të filmonte dhe shumë nga ne të bënin fotografi këtyre pamjeve magjepsëse. Akomodohemi në hotel Asterea, diku në periferi në pjesën jugore të qytetit. Pasi darkojmë si grup në këtë hotel, përqëndrohemi në një nga sallat e tij të shlodhjes për të ndjekur natën finale të festivalit europian, ku konkuronte edhe këngëtarja jonë Rona Nishliu. Gjatë tifozllokut ton për pikët që fitonte Rona, grupit ju bashkangjiten dhe shqiptarët nga Kosova që ndodheshin në këtë hotel. Edhe pse të lodhur, të nesërmen pas mëngjesit në hotel rreth orës 8, marrim rrugën drejt Dubrovnikut, i konsideruar si një ndër perlat e Adriatikut, i konsideruar si Venecia në miniatur, i cili ofron një turizëm si kulturor, ashtu edhe veror. Në kohë të vjetra, i quajtur ndryshe Raguza, ka qenë urë komunikimi për Europën. Padyshim, qyteti është pjesë e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Ndalesën e parë e bëjmë në urën Tuđman, e cila është ndërtuar për nder të presidentit të parë kroat Franja Tuđman gjatë viteve 1999-2001. Më pas, vizita jonë vijon në pjesën monumentale të qytetit të vjetër brenda kalas, që në brendësi të saj evokonte qytetin e lashtësisë. Duke se i gjithë qyteti ishte shpërngulur brenda kësaj kalaje, ku në shumicë ishin vizitorë të huaj. Por, edhe pse njerëzit të derdheshin lumë, brenda kalas mbizotëronte qytetëri e plot, kur çdo njeri meditonte në fantazinë e vet të shfrenuar të kohëve të lashtësisë. Kryesisht, pjesa e burrave të grupit ton u kuriozua në labirinthe të shumta dhe objektet muzeale të kalas, ndërsa gratë si gjithmonë në dyqane. Para një kishe brenda kalas, një burr i moshuar me trup të madh dhe veshje të hershme karakteristike të zonës, luante një pjesë folklorike që tërhiqte vëmendjen e vizitorëve. Shkurt, brenda kalasë Dubrovnikut ndodhej një qytet tjetër që revokonte atë të lashtësisë, i cili për çdo ditë priste vizitorë të shumtë nga të gjithë vendet e botës. Së bashku me Myrtezajin, teksa ndalojmë përpara një dyqani dhe po diskutojmë të mrekulluar për atë çka na shes syri në këtë kala, një djalë i ri shitës akulloresh në këtë dyqan na përshëndet. Mirdita, shqiptar jeni? Edhe unë jam shqiptar nga Gostivari. Prindrit e mi kanë ardhur këtu që në vitin 1964. Na bëi qefi se djali fliste një shqipe shumë të pastër dhe të saktë, trashëguar nga prindrit e tij. Dubrovniku ka shumë për të parë, por koha nuk na premton. Kështu mësojmë se farmacia më e vjetër në Ballkan është hapur pikërisht në Dubrovnik. Çdo gjë e lashtë, antike dhe madhështore në këtë qytet të shtruetur me fanatizëm nga banorët e saj.
Për serinë e ikje, ndalojmë për të soditur nga larg qytetin, ku shpalosen pamje panoramike të papara. Porti, një mrekulli e vërtet i mbushur me jahte, bëhej dhe më tërheqës dhe madhështor nga një kroçer e stacionuar fare pranë tij. E lëm Dubrovnikun, këtë stacion turistik nga më të frekuentuarit në bregdetin e Adriatikut, dhe marrim në kthim drejt malit të Zi, ku të tjerë qytete na presin për vizitë. Kalojmë nëpër një tjetër qytet, Cavtat, qytet i vendosur në një nga xhiret e shumtë dhe më të bukur të bregdetit dalmat, ku për efekt të kohës nuk mundëm të ndalojmë. Pasi kalojmë në mal të Zi, qyteti i parë që ndeshemi në kalim e sipër është Herceg-Novi, i banuar kryesisht nga malazez dhe serb, që shquhej Kalaja e Lire e ngritur nga turqit, por themelet e saj të vendosur nga iliret. Ndalojmë në një nga xhiret e shumta të Adriatikut, ku për të kaluar në bregun tjetër të tij me tragjet. Edhe këtu, të njohur nga pamjet panoramike, nisin shkrepjet e shumta të aparateve fotografike. Udhërofyesi jon Agimi nisë dhe shpjegon: shikoni në thellësi të xhirit, duket një pjesë e qytetit të Kotorit. Ndërtimi i këtij tuneli prej rreth 1 kilometër e ka shkurtuar shumë vajtjen e këtë qytet. Vizita në Kotor ishte vërtet mbretëlënëse, pasi Kotori ishte një vend tepër turistik, shpallur pjesë e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Qyteti kishte formën e një trekëndshi me 3 porta. Porti i mbushur me jahte bëi edhe më madhështor nga ankorimi i 2 kroçerave që kishin sjellë mijëra turistë për vizitë në këtë qytet. Kotori, ndryshe i quajtur qyteti i mbretëreshës Teuta, pasi ishte kryeqendra e mbretërisë së saj, ku gjendet edhe varri i saj, kishte një qytet brenda kalas, ashtu si dhe Dubrovniku, si dhe një kështjell në maj të malit, e cila rrethohej me mur dhe i dyti për nga gjatësia pas murit kinez. Gjatësia e mureve të ndërtuara nga shekulli i 9 deri në shekullin e 14 arrinte deri në 4.5 kilometra. Pasi lëm Kotorin, marrim drejtimin për në qytetin turistik të Budvës, ku dhe pushojmë për të drekuar. Zona e Baqiqit në afërsitë të Budvës vazhdon të mbetet nga më të preferuarit për turistët. Qyteti i fundit në kalim është Tivari. Ashtu si që ishim të ngapluar nga lodhja dhe përgjumja për udhëtimit të gjatë dhe mbretëlënës, kalimi në këtë qytet na sjell në kujtesë një prillin e vitit 1945, ku ushtria jugoslave masakroi në mënyrë më mizore mijëra rekrutë shqiptar të mobilizuar prej saj për të dërguar në frontin e dytë të ashtëquajtur të Adriatikut në veri perëndim të Jugosllavisë. Por Tivari do të ruhet në memorien e shqiptarëve edhe si qyteti i bombarduar nga NATO gjatë luftës së Kosovës, pasi ishte një nga bazat e rëndësishme të furnizimit të Miloševićit. Në Buzëmbrëmje, mbërim në Muriqan, për të vazhduar me procedurat e kalimit të kufirit. Shkodra me urën e bunës dhe Kalan sipërsaj na urojnë mirëseardhjen. Perla, më e vogla pjesëmarrëse e grupit ton, vazhdon të na mbaj gjallë, e urtë, e dashur, e afruar me të gjithë, ajo vazhdon lozonjare me të gjithë ne, duke në larguar gjumin nga sytë. E vogla Angjëll duket se parandjen në ndarjen me ne, pasi Lezhë, qyteti i saj i dashur, po afron. Ndahemi me urimet më të mira me Perlën, Fretin dhe bashkëshorten e tij Oltën, një kolege jona gazetare. Te arbëria në autostradë ku dhe unisëm në këtë gujë turistike, ndahemi nga çifti i bashkëshortëve Edmond dhe Mendje Isaku, duke uruar edhe një herë
për 14 vjetorin e televizionit të Bulqizës, në kuadër të cilit u ideua dhe u realizua kjo gujë turistike, e cila padyshim që do të kthehet nga stafi modest i tij në energji pozitive, në rritje të nivelit profesional të këtij televizioni në misionin e tij për informimin e publikut.